Pas shumë përpjekjesh, më në fund regjizori shqiptar Lajrit Vasili ka mundur të vënë në skenën e teatrit Hitrio në Mesnat shfaqjen Corpus Christi. Në masat të rreta sigurie nga qindra forca policore është bërë e mundur që të shmangen episode dhune, pavarësisht se ashtu si të njëjtën në mbrëmje kur ishte parashikuar të luajë kjo pjesë teatrale, grupime ekstremiste të disa organizatave parakishtare dhe të agimit të artë kishin rrethuar godinën. Autoritetet janë detyruar të përdorin kimikate për të frenuar turmën e irrituar, teksa ka arrestuar 10 prej tyre. Vetë regjizori Vasili tha në telefon për Vision Plus se Corpus Christi është kundërshtuar nga njerëz që nuk kanë patur informacion mbi përmbajtjen e shfaqjes. Ata që kanë kundërshtuar veprën në akuzave ndryshme që kanë bërë, qoftë nga ana ligjore, qoftë nga ana jo ligjore, bazohen vetëm në përshkrimin që ka në Wikipedia, nuk kanë parë shfaqjen. Shfaqja e Athinës nuk ka lidhje me përshkrimin që jep Wikipedia për pjesën. Shfaqja e Athinës është një shfaqje e cila i përshtatet realitetit dhe krizës. Vetëm pak ditë më parë, Vasili ka marrë kërcënime edhe me jetë nga segmente ekstremiste greke që janë përpjekur ta ndalojnë vënien në skenë të kësaj vepre. I përmbledh gjitha reagimet ana e tyre ekstremiste, kanë të bëjnë me urrëtitjen etnike, kanë të bëjnë me mendje mesjetare, me forma të dhunës të cilat përdorin dhe kanë të bëjnë me njerëz të cilët nuk duan të jetojnë në një Evropë të bashkuar, nuk duan të jetojnë në një Evropë shumë kulturore. Pavarësisht kësaj, regjizori është shprehur se ai dhe trupa e tij ka marrë mbështetjen e pakurrësyer të ambasadës tonë në Athinë dhe të autoriteteve greke. Vasili tha se nëse kjo mbështetje do të vijojë, do të donte që shfaqjen ta vinte sërish në skenën greke, por edhe në Tiranë.